Pas disa vizitash në Tiranë në cilësinë e ministrit të punëve të jashtme, Nikos Dendias ka mbërritur këtë herë në kryeqytetin shqiptar si drejtuesi i Ministrisë së Mbrojtjes, në një vizitë që e ka përfshirë takime të nivelit të lartë shtetëror. Dendias e nisi agjendën e tij me një takim zyrtar me homologun shqiptar Ermal Nufi. Sipas njoftimit për mediat, diskutimet u përqendruan te bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, pjesëmarrja e përbashkët në operacione ndërkombëtare dhe zhvillimi i kapaciteteve ushtarako-industriale, të cilat konsiderohen prioritet si për NATO-n, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Në vijim të vizitës, ministri grek është pritur në godinën e kryeministrisë nga kryeministri Edi Rama. Takimi mes tyre ka zgjatur rreth 2 orë, por për mediat nuk është bërë publike asnjë detaj mbi temat e diskutuara. Pas takimit të Rama është mjaftuar me një reagim të shkurtër në rrjetet sociale, ku e ka cilësuar Dendiasin një mik të çmuar dhe mbështetës të palëkundur të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ndërkohë, sipas mediave greke, vizita e Dendias në Tiranë lidhet me fillimin e bisedimeve mes dy vendeve për t'u drejtuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag lidhur me çështjen e kufirit detar. Megjithase ky informacion nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet shqiptare. Në vijim të agjendës së tij, Dendias pritet të marrë pjesë në forumin e biznesit Shqipëri-Greqi, si dhe të zhvillojë një takim me kryepeshkopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Ioannin.